14 vite të selisë së shenjtë botërore Bektashiane drejtuar nga kryegjyshi botëror Haxhi Dede Edmond Brahimaj, një ditë e cila u mbush me urime të shumta e plot aktivitete. Në kuadër të kësaj dite, Rinia Sportive Bektashiane organizoi një aktivitet sportiv me 5 skuadra nga qyteti i Lushnjës dhe Beratit në Lapardha. Sot zhvillojmë aktivitetin sportiv Kupa Fronëzimi. Kjo kupë i dedikohet Babamondit si kryegjysh botëror. Sot Babamondi mbush 14 vjetorin e zgjedhjes së tij në udhëheqjen e kryegjyshatës botërore Bektashiane të Shqipërisë. Shpresojmë që ky aktivitet të jetë sa më shpresdhanës për rinin dhe mesazhi i Babamondit është që rinia të kalitet, të stërvitet dhe të bashkëtojë me njëri tjetrin me qëllim rritjen e miqësisë sportive. Siç e dini, edukimi sportiv është pjesë përbërëse e rinisë dhe kulturës dhe moralit bektashian. Sekretari i përgjithshëm i kryegjyshatës botërore Nuri Çuni në fjalën e tij nënvizoi se aktivitetet të tilla janë në qendër dhe në fokus të vetë selisë së shenjtë për të larguar të rinjt nga aktivitetet të padobishme, sikurse është qëndrimi i gjatë përpara ekranit të telefonit. Sot është ditë e veçantë sepse festohet 14 vjetori i zgjedhjes së kryegjyshit botëror Haxhi Dede Baba Edmond Brahimaj. Na vjen mirë që ju, sportistët e rinj, ju kapetan të ardhmes që përgatiteni, stërviteni për shëndetin tuaj, për shëndetin e mendjes, për të bashkuar me njëri tjetrin, me qëllim që sporti të vazhdoj urimet më të mira. Kini nga kryegjyshi botëror i Bektashinëve Haxhi Dede Baba Edmond Brahimaj. Shëndet dhe suksese në familjet tuaja. Një aktivitet i gjatë i cili vuri përballë skuadrat me njëra tjetrën duke provuar aftësitë në fushën e blerë të sportistëve të vegjël. Ndeshjet e futbollit u finalizuan duke zënë vendin e parë ekipi Lushnja 1920, vendin e dytë ekipi Ylberi, vendi i tretë u dha për 2 skuadrat, Tomori L dhe Akademia Ajet Baze Dushk. Faleminderit organizatorëve për këtë aktivitet model. Faleminderit Babamondit dhe kryegjyshatës të Bektashianëve për këtë organizim dhe shpresojmë të tilla të kemi gjithmonë sikurse ka ndodhur. I uroj jetë gjatë, sepse zotëria tha feston 14 vjetorin në postin e tij, unë i uroj edhe 114 vjet e tjera, jetë, shëndet dhe mirësi. Gëzohem dhe lumturohem jo se fitova një kupë, sepse të gjithë fituam sot gjithë morën kupa, por më shumë sepse këtu në këtë vend u dhurua dashuri, miqësi, futboll, fair play dhe gjithçka pozitive për këtë brez që kërkojmë ta kthejmë me këmbë në tokë dhe në realitetin e mundshëm me sportin dhe disiplinën sportive, që është e vetmja rrugë drejt pozitivitetit dhe jetës tyre më të mirë. Gjithashtu, në fund të ceremonisë së dhënies së kupave, për sportistët u akorduan certifikata mirënjohje dhe medalione. Rinia sportive në Lapardha, përfaqësuesit e institucioneve lokale, por edhe vetë sportistët e vegjël, vlerësuan kontributin e veçantë të kryegjyshit botëror Haxhi Dede Edmond Brahimaj në ditën e shënuar të 14 dhjetorit të zgjedhjes si kryegjysh botëror.